Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudi të botën, hurma shëron këto sëmundje, ja kush duhet i konsumoj urgjent. Hurmat janë fruta të pasura me ushqyes dhe ato kanë vërtetuar se janë aleat të vlefshëm për zemrën dhe gjithashtu rregullojnë funksionet e zorrëve. Por, le të shohim më me detaje se cilat janë burimet e përfitimeve të këtij fruti. Frutat ushqyese dhe të pasura me energji që kanë efekte laksative dhe njëkohësisht diuretike. Ato janë gjithashtu të pasura me kripra minerale dhe veçanërisht me kalium, janë thelbësore për ruajtjen e lëngjeve në qeliza. Shquhen për sasinë e lartë të vitaminës C, veçanërisht tek frutat shumë të pjekura. Kur ajo është e papjekur, është e pasur me tanin, i cili i jep një shije të idhët. Mirë po, në fund të procesit, ju duhet të keni parasysh se tanina zvogëlohet ndërsa sheqerna të rriten, duke i dhënë hurmës shijen e saj më tipike. Të gjitha këto përfitime mund të jenë të dobishme për ata të cilët vuajnë nga anemia, të shkëlqyeshme kundër kolesterolit. Sipas ekspertëve, hurmat e mbrojnë zemrën tonë dhe ndihmojnë edhe në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Të pasura me antioksidant, fibra dhe minerale, ato gjithashtu do të parandalojnë aterosklerozën koronare dhe ndërlikimet e saj. Përveç kësaj, ju duhet të dini se fal flavonoidit të quajtur astragalin që përmban, redukton presionin e gjakut dhe ndihmon ata të cilët vuajnë nga hipertensioni. Kjo do të thotë që ju do të keni një zemër më të shëndetshme. Rregullator të shkëlqyer të zorrëve. Hurmat gjithashtu janë një mik tepër i çmuar për ata të cilët vuajnë nga kapslloku ose koliti. Në fakt, ato ndihmojnë edhe në rregullimin e funksioneve të zorrëve. Përmbajtja e lartë e fibrave 2.5% në 100 gram produkt e bën atë një ilaç të jashtëzakonshëm kundër kapsllokut dhe mbajtjes së ujit. Në fakt, ju duhet të dini se fibrat janë të çmuara për të rivendosur florën e zorrëve dhe për të ndihmuar kështu në ruajtjen e një mikrobiomi tepër të shëndetshëm. Kur dhe sa hurmë të marrim? Kundër kapsllokut. Në qoftë se vuani nga kapsloku ose edhe mbajtja e ujit, rekomandohet që ju të merrni një hurmë në mëngjes kur trupi është më i pranueshëm. Në këtë rast preferohet që të jetë e pjekur mirë, pa fara ose lëkurë. Nëse vuani nga koliti, hurma duhet të konsumohet në mëngjes, por duhet të jetë pak e papjekur. Hurma është një frut i dobishëm për shëndetin tonë dhe këtu ne do të tregojmë disa nga përfitimet që ju do të merrni nga konsumi i tyre. Përfitimet e këtij fruti janë vërtet të mahnitshme. 1 hektogram i këtij fruti me lëkurë të verdhë në portokalli siguron 65 kalori dhe përbëhet nga 80% ujë dhe 18% me gjurmë të proteinave dhe yndyrave, ndërsa ka rreth 2.5 fibra. Hurma nga ana tjetër përmban gjithashtu sasi të lartë të kriprave tuaja minerale, si edhe përmban kalium, kalcium, fosfor, vitamina A, C dhe B, duke qenë e pasur me vitamina dhe beta-karoten. Hurma gjithashtu siguron në organizmin ton një sasi të mirë të antioksidantëve të cilët kryejnë një veprim parandalues kundër sëmundjeve të këqija. Një fakt është se këto hurma kanë shumë energji për trupin ton dhe rekomandohen veçanërisht në rastet e mungesës së oreksit dhe për ata të cilët praktikojnë sport rregullisht. Megjithatë, hurma është një frut i cili nuk rekomandohet në rast të diabetit për shkak të indeksit të lartë glicemik që shkakton edhe një rritje të papritur të sheqerit në gjak.
Gjithashtu rekomandohet që të konsumohet në mënyrë të moderuar edhe në rastin e mbipeshës dhe obezitetit për shkak të përmbajtjes së lartë të kalorive. Mirë po, përfitimet shëndetësore që ju do të keni për shëndetin janë se ato do të forcojnë pikërisht sistemin tuaj imunitar. Siç e kemi përmendur tashmë, hurmat përmbajnë vitaminë C, e cila e forcon sistemin ton imunitar. Prandaj ky frut është mirë që të serviret në tryezë në periudhën e ndryshëm të stinëve për të na mbrojtur nga viroza tipike të vjeshtës. Parandalon sëmundjet kardiovaskulare dhe jo vetëm. Hurmat favorizojnë edhe absorbimin e hekurit, një laksativ i shkëlqyer duke vepruar drejt për drejt në mëlçi edhe në zorr. Që të përfitoni maksimumin e tyre, ju duhet që të keni parasysh t'i konsumoni ato kur janë të pjekura mirë. Diuretike. Për këtë funksion, këto fruta duhet të hahen në mëngjes dhe të papjekura mirë. Në këto kushte bëhen një diuretik i shkëlqyer falë përmbajtjes së kaliumit. Për energji. Hurmat konsiderohen një frut ideal, sidomos për fëmijët ose ata të cilët merren me sport dhe personat astenik, pasi kanë veti të shkëlqyera energjike falë sheqernave që përmbajnë. Mask fytyre me hurma. Falë përmbajtjes së lartë të vitaminave dhe të kriprave minerale, hurmat janë një ilaç i vërtet jo vetëm për shëndetjen, por edhe për bukurinë tonë. Ato kanë efekte të shumta dhe tepër të dobishme për lëkurën dhe flokët. Për shembull, tuli i hurmës mundet të përdoret si një maskë bukurie për rigjenerimin e lëkurës së fytyrës. Mjafton ta lini të veprojë për 5 deri në 10 minuta për të lejuar lëkurën tuaj të thithë të gjitha benefitet e saj. Për një efekt kundër rrudhave shtoni gjithashtu disa pika vaj ulliri. Ndihmojnë në tretje dhe në jashtëqitje. Në fakt, hurmat kanë efekte shumë të mira, laksative dhe ndihmojnë në jashtëqitje për shkak të përmbajtjes së lartë të tyre në fibra, por nëse ato konsumohen të papjekura mirë, pra të pasura me tanin, ato janë të dëmshme dhe e dëmtojnë këtë proces. Nëse konsumohen të pjekura, ato mund të jenë një kurë mjaft efektive në trajtimin e konstipacionit. Forcojnë imunitetin dhe sigurojnë energji për organizmin. Hurmat janë të pasura edhe me vitaminën C, e cila njihet për vetitë e saj në mbrojtjen e imunitetit. Nga ana tjetër, ato përmbajnë një sasi të lartë ujë, sheqeri, vitaminash dhe mineralesh. Sasia e lartë të karbohidrateve tek hurmat i bën ato të dobishme në përfitimin e energjive të nevojshme për organizmin. Lufton anemin. Hurmat stimulojnë prodhimin e ruazave të kuqe të gjakut, si edhe prodhimin e hemoglobinës në saj të shtimit të përthitjes së hekurit në zorr përmes ushqimeve, duke çuar kështu në përmirësimin e shkallës së anemisë. Lufton në lodhjen, stresin dhe sëmundjet kardiovaskulare. Është parë se hurmat kanë efekte tepër pozitive në përmirësimin e lodhjes dhe stresit psikologjik. Rrjedhimisht, edhe si pasojë e efekteve të tilla pozitive, mendohet se ato ndihmojnë edhe në përmirësimin e sëmundjeve kardiovaskulare, në të cilat njihen si një nga faktorët shkaktar që është edhe stresi. Reduktimi i tij ka çuar në reduktimin edhe tek sëmundjet kardiovaskulare. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko
subscribe, ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.